Përshëndetje dashur miq, jam Skanderi. Mirë se vini në Peking. Kjo ndërtesa e kuqe e Universitetit të Pekinit është një pikë e referimi që ka dëshmuar lindjen PKK-s gjatë shekullit të kaluar. Në 105 vjetorin e themelimit të PKK-s, le të udhëtojmë pas në kohë dhe të shohim se si të rindë kinezë një shekull më parë e rritën fatin nga kombit me botën. Në shekullit të 19 dhe 20, Kina përballej me rrezikun e kolonizimit dhe ndarjes nga fuqitë imperialiste. Intelektualët të këtu ngritën pyetjen, si mund ta shpëtojmë Kinën? Si mund të gjejmë një rrugë drejt ringjalljes së kombit? Në vitin 1918, Li Dazhao krijoi këtu një grup kërkimor mbi idetë e reja të anti-imperializimit dhe anti-kolonializimit në Kinë. Kjo dhomë është djepi i së vërtetës. Këtu, revolucionarët të rinj si Mao Zedongi përhapën ide që do të riformosonin një këmbë. Fryma e rezistencës dhe inovacionit vazhdon të frymëzojë udhëheqësit dhe shkencëtarët e sotëm në Kinë. PKK-ja nuk lindi në një pallat të izoluar, por u krijua në luftën për shpëtim kombëtar. Pikërisht, kjo është pika fillestare e vlerave tona thelbësore, të shërbejmë popullit dhe të mos kemi frikë nga vështirësitë. Tani kemi mbërritur në vendin ku dikur ndodhej Universiteti Kino-Francez, djepi i lëvizjes të rinjve kinezë për të punuar dhe studiuar në Francë. Shumë të rinj kinezë si Zhou Enlai dhe Deng Xiaoping shkuan në Francë në fillim të shekullit të 20 për të studiuar të vërtetën e shpëtimit të vendit dhe popullit të tij. Një shekull më parë, me mbështetjen e vizionarëve si Tsai Yuen-pei, mijëra studentë kinezë udhëtuan përtej oqeanit. Kështu u krijua Universiteti Kino-Francez, duke u bërë një urë pyetje. Ai jo vetëm që kultivoi sistematikisht aftësitë gjuhësore e profesionale të studentëve që shkonin në Francë, por shërbeu edhe si një kanal i rëndësishëm për përhapjen e kulturës dhe ideve të reja. Ai ushqeu një grup pionierësh revolucionar që kombinua realitetet kineze me një perspektivë globale. Këta pionerë të rinj më vonë u bënë shtylla kurizore e Kinës së re dhe udhëhoqën luftën e vendit kundër fashizmit. Hapat e tyre vërtetojnë që ne besojmë fuqimisht se zhvillimi i Kinës është i lidhur ngushtë me paqen botërore dhe progresin njerëzor. Për më shumë se një shekull, PKK-ja e ka udhëhequr Kinën duke e quar nga varfëria në begati, por vizioni ynë shtrihet përtej vetes. Nëpërmjet nismës së zhvillimit global dhe konceptit të ndërtimit të një komuniteti me një të ardhmen të përbashkët për një rrëcimi, Kina po kontribuon me mençurinë e saj në qeverisjen globale. Ne besojmë fuqimisht se të gjitha vendet e botës duhet të arrijnë në prosperitet të përbashkët. Fryma e ndërtesës së kuqe dhe e të rinjve kinezë që punuan dhe studiuan në Francë, jo vetëm ekziston në histori, por lullëzon edhe midis të rinjve bashkëkohor. Fudojmë miqtë nga e gjithë bota të vijnë në Kinë, të përjetojnë drejt për drejt gjallërinë e saj kulturore dhe të dëshmojnë historitë e gjalla të qeverisjes së Kinës. Shihemi herën tjetër.